Një herë një njeri po e maron një shtëpi. Edhe kështu deshti Zoti, a shtëpinë e maroj. Dikur mas disa kohë u dasht me thirr një mjeshtër për m'ia lio rrimën. Me vënu rrimën shpe. Mirë po, ai elektricari ishte paskon marakli. I do ke femrat e huja. Edhe kë mor vesh që i don femrat e huja, nuk kishte dëshirë me thirrat elektricar, po pa tjetër, se pa rrimë së në rrinte, edhe mendoj qka me po. Qka bërë kë, para se me thirë mjeshtrin, e hypi gru në tavan, edhe thirri mjeshtrin me ardhë mja lio rrimë. Nëse kur ardhë mjeshtri, i lidhin në për shtikera ku do të kret atë telat e rrimës, por dikura kur e kryti poshtë në për dhoma, në për koridore, ka dohet rrima me shkue, tash me të puna për me lio fazën. Edhe mjeshtri apo elektricari tha, po m'dot me hyp në tavan, tha, me lio fazën. Ndërsa i Zoti i shtëpisë i tha, o ti kopil, tha unë e fazën, se gruaja vetë kish pas emrin fazë. Tha unë e fazën, tha, e kum hyp në tavan, mos me ma pa ti, e ti tha, ku e dite, tha, që jo në faza në tavan, e do me hyp me lio fazën. Edhe kështu që do me thonë, a e ka thonë fazën e rrimës me lio, po si e ka pas gruaja e vetë emrin fazë, ka menu që jo t'ja lyp gruën, thot, e ku e dite ti që e kum hyp në tavan fazën, me lio ti fazën. Qka me bo, ndodhi në këtë gjanë.